Rikthehemi sërish në studio të nderuar miq, sigurisht me Olën që e ka çuar zërin me pushime për fat keq për arsye. Erion nuk është nevoja ta përmendë gjithmonë gjatë gjithë kohës. Kështu që do jemi këtu sërish me një të ftuar special i cili do jetë zoti Hamza Hatika, fotograf dhe një njeri i medias i cili keni punuar në media. Fillimisht përshëndetje dhe mirë se erdhët në studion tonë. Faleminderit mirë se vini. Ju falenderoj edhe unë. Edhe ty të shkora. Faleminderit. Se sot do kemi mundësinë që edhe të komunikojmë edhe kështu në mënyrë me përkthyes, domethënë nëpërmjet. Gjithsesi, me sa shoh ju jeni një personazh që fotografoni, por edhe keni shkruar vetë në media dhe keni bërë artikuj dhe na jepni një informacion të përgjithshëm. Po. Shumë faleminderit në radhë parë për ftesën në studio. Falenderojmë që pranuat ftesën. Unë kam filluar punë në 2004 në disa gazeta, duke shkruar, duke hedhur si thosh shkrimet e para, pastaj unë punësova stabël si thosh. Shkrimet tuaja janë të karakterit artistik gjithmonë, qëndroni brenda. Jo, unë politik, sportiv, artistik nuk kam lënë gjë pa shkruar, aty ku kam njohur njerëz, aty ku kam pas informacion njëhojt e mia. Edhe me politikën sigurisht më shumë, sepse atë mbuloj në televizionin ku punoj. Por pasioni im, domethënë, fotografia si thosh është fruti njohurive të mëdha në libra dhe romane që kam lexuar, në shkrimet, duke shkuar në për shumë gazeta, pastaj duke xhiruar në televizion, duke marrë kamerën. Dhe pastaj fotografia vjen si thosh kur lodhesh duke folur, duke xhiruar dhe ato që nuk i thua dot më shumë. Një moment është vetëm një shkrepje e cila flet aq sa një dokument i cili shpreh një emocion caktuar, një situatë caktuar dhe që flet ndonjëherë shumë më shumë se videoja apo jo. Flet dhe unë e vëre këtë gjë sepse fotografia ka magjinë jo vetëm të fotografisë vet. Në vetvete, por çdo njeri për shembull është fotograf, sepse shikon diçka të bukur dhe thua sa e bukur ky moment. Ai është fotografia. Pastaj është dikush që e shkrep atë moment dhe atë e bën për vetë, thotë sa e bukur kjo, sepse ai e ka ndëruar në vetvete për shkak ta kishte atë moment, ose shikon veten e vet në një moment që dikush e ka bërë dhe shikon sa bukur, thotë unë këtë nuk e kisha menduar. Dhe fotografia është gjithmonë leitmotiv për të ardhmen, gjithmonë të kujton, shkruan gjithmonë të ardhmen, është gjithmonë një debat mes vetesh. Me pak fjalë juve do të qëndroni te fotografia dhe nuk do lëvizni në asnjë fund tjetër. Jo, unë në fakt kam një vendim në gjykat dhe jam person juridik, kam një qendër mediatike, sepse duke qenë se kam shkruar për shumë gazeta, kam bërë shumë tema të ndryshme, kam bërë shumë kronika televizive vet, kam bërë shumë intervista, kam punuar edhe për Radion Europa e Lirë një vit korrespondent, do të thënë që kam përcjell komplet Kosovën. Dhe duke qenë në kontakt, do të thënë jam i akredituar në presidencë, në kryeministri, në parlament, futem në çdo institucion, xhiroj, incizoj, fotografoj. Edhe kam menduar se duke qenë një person që mendoj se njoh dhe me disa shok, menduam që të bëshim një qendër që një problem për shkakun që unë kam nxjerrë në gazetë, për shembull, një problem të vogël që dikush e lexon atë të ilustruar me por të jetë më i ratifikuar nëpërmjet nesh, si thosh, brenda gazetarëve dhe kur dalim në një protestë, kur dalim në një opinion, në një analizë, në një investigim të jetë sa më i detajuar në radhë parë sipas ligjit, sipas profesionit dhe shoqëria çfarë kërkon, sepse gazetarët janë ata që përcjellin fjalën, ata që nuk i thonë dot qytetarë në rrugë, ose që turfollojnë nëpër kafenea, nëpër probleme, jemi ne ata që i koncentrojmë dhe i shprehim dhe ngjerojmë dokument. Atëherë kjo, si thosh, këtë kam si qëllim që punën time ta evidentoj më mirë në këtë qendër, po që kuptohet, duhen bërë projekte, duhen firmosur, janë lek të mëdha që Kur daton fotografia jote e parë e cila ka pasur për qëllim pikërisht këtë gjë, të fotografuarit me këto objektiv? Shkoj tash, unë sa vite keni ju që e bëni këtë punë jo vetëm kam pasur pasion që domethënë në vitin 90 që filloi demokracia, unë u largova në Korfuz, pika më afër në janar të 91-shit. Edhe kuptova gjë pa bleva një aparat fotografik Kodak. Kjo nisur fillimisht nga pasioni. Ore, unë plasja absolutisht për të kthyer një profesion atë. Vulgar të fjalës, plasja e parë që kam blerë, si emigrant kishin që bleshin xhinse, pallone, jo, kam blerë aparatin fotografik. Edhe pagëzohesh shqiptar në kish, ose Korfuzi është një vend shumë piktoresk, shumë i bukur. Bëja fotografi. Kjo ka qenë për mua, si thosh, indice e parë. Pastaj duke xhiruar me kamera, për shembull bëja frame, ndaloja në kështu dhe ja dërgoja gazetave. Dhe kujtoj për shembull një foto shumë bukur që kam bërë tek Rovneri ku takua liderin, mund ta themi, i Partisë Socialiste Fatosnano me Nikol Lesin. Gjithu
policia se thosh bodyguardi i përzun njerëzit, unë gjera kamerën dhe një t'i kapur duke ngrënë cigaren dhe foto është foto ime për shembull që ka botuar Gazeta Albania. Sa paparazzi je ti? Unë mendoj se për shembull nuk më pëlqen fjala paparazz, po kur isha tash për pushime në jug, në Himar, në Rikum, në Vlorë, më vjen të keq që njerëzit më identifikonin vetë thoshin ky është paparazz. Mos më pëlqen kjo gjë. Për shembull në momentin që unë kam takuar Samir Pekun dhe vllanin Rçan Pavarotit në Himar, në hotel Nimfa në Vlorë, kuptohet unë njofa direkt, bëra muhabet, gjuhët e huaj flasim s'është problem, ishin edhe gazetarë të BBC-s. Edhe ata direkt klikuan, thanë po ti tha gazetarët, unë kam bërë intervistë me Samir Pekun me vllanin Pavarotit, kam botuar në një gazetë përditshme. Me po mos më vinte mirë që pavarësisht se unë flisja ta lexonin shkrimet e gjëra, më thoshte mua aty shkon shumë fotografia, ti je paparazz. Po çka ka të keqe në këtë mes? Pse e gjykon? Ose pse ndoshta të vjen para gjykimit? Të bësh fotografi fshehurazie, nuk mund të jesh paparazz. Shiko, paparazzi është njeriu më i rëndësishëm i mass medias. Sepse një person që quhet very important person, VIP që i thon. Po. Merr nga shoqëria statusin më të lartë dhe shoqëria vlerëson dhe shikon atë si ikon të atyre që shoqëria nuk i interpreton dot në sken, në mass media. Dhe ky person, se ky këngëtar, ose ky politikan, ose ky sportist, është në qendër të politikë, të medias, si person që thot gjëra të cilat ja ky është atë Nimfa. Ndjekim disa nga fotot që keni shkrepur juve në momente ku krijimtaria ka qenë, muza ka qenë. Ja, ky është Berati, këtu kam qenë Berat në një fushatë elektorale dhe duke vrapuar, shoh, kjo është aktoria Bisha. Anila Bisha, po, aktore teatrit kombëtar. Këtu është një moment duke bërë protestat që dilnin, kjo është e madhja Ema Andrea, cilën së shpejti do e kemi këtu midis nesh. Ja dhe Eva Alikaj besoj në shfaqjen e saj të fundit para 3 vitesh. Kush ka frikë nga Virginia Woolf. Ja dhe personazhet të muzikës, Soni Flori. Këtu është tek inaugurimi i revistës së Amit. Këtu kam qenë në Kosovë për shpalljen e pavarësisë, ky është kalimi, po në çfarë momenti, nësa këtu kam qenë në Berat, më fal. Kjo është shumë e bukur. Kjo është në përmet edhe kjo është shumë foto e bukur bardhëzi. Po, përsëri Eva Alikaj. Juve, me sa duket, ndërkohë që ato transmetohen edhe në vazhdim bisedën, çdo të thotë të jesh fotograf për VIP-at shqiptar? Unë mendoj se nuk po e quajmë kështu paparazz, meqense ti nuk... Jo, unë do të thosha që nuk e meritoj. Nuk e meritoj, pse? Sepse do ta vazhdoj konceptin që fillova më parë. Këta njerëz që cilët i marrin shoqërisë, syrin, vëmendjen, shkrime, faqe, atribohen. Fillojnë bën modele. Kanë bllofet e tyre, të cilat është ai paparazzi, ai serifikon, domethënë që ti je paparazzi, duhet të jesh shumë i informuar me jetën e tyre. Duhet të dish çdo detaj, duhet të dish se si do kompozohen ta dy njerëz të cilët për shembull kanë një problem në mes vetes. Dhe ti je aq i zoti sa me të 10 e sekondës ti je krep dhe atë njeri i bën radiografi, jo një fotografi, po i bën një radiografi. Skanon. Dhe nxjerr ato gjëra që ai ndoshta nuk do të nxjerr, por shasia jote dhe shoqërisë i thua stop, ke kujdes se ky njeri nuk e meriton. Kaq vëmendje, ky njeri ka këto të meta të cilat i kam shefur dhe ty ka gënjur. Dhe pse fotografët janë njerëzit për shkak më të paguar në botë? Ti je fotograf në botë, nifesh me gisht. Nifesh me gisht sepse politikani, presidenti, një VIP i madh kur martohet, kur ka një gëzim, ka një hidhrim, kërkon fotografi, kërkon ta kushtoj dhe ai thotë, "Më mëso se si të ri, më mëso se si të flas. Më mëso se si të jem përpara objektivit." Për shembull për mua, nëse do të pyesnit, cila është foto më magjike që kam parë në jetën time? Është foto e Winston Churchillit, Winner. Po, Winner. Unë sa shoh ato foto mua më gjet mishi. Unë sa shoh foto më gjet mishi. Pse? Sepse historiku i luftës së dytë botërore, si thosh, e ka si etalon ato fotografi që mbaroi lufta fitore. Pikërisht ndoshta vetë Churchill në ato fotografi e ka shprehur në mënyrë interpretative, është ndoshta edhe fotografi, arti të fotografuarit. Ai ndoshta ka qenë një fotograf rastësisht, sepse gjërat asnjëherë nuk janë fotografët nuk janë njerëz që dalin nga një universitet. Sigurisht, nuk është një shkollë e përcaktuar që e bën. Status, por të inspiruar nga dëshira për të lënë mesazh, që kanë një impuls brenda vetes, e fotografojnë jetën dhe në moment caktuar ta ndalojnë me aparatin e tyre dhe lënë atë gjurmë të pavdekshme.
Zoti Hamza, unë doja t'ju pyesja si është të fotografosh vibat shqiptare, vështirë apo më i lehtë se sa në botë? Unë, shiko, ndeve këtu pak a shumë njifemi. Unë jam person që jam qunë që kam bërë shkollë dite, shkollë natë, shkollë lartë, kam qenë në punë, kam pas biznesin tim që jam fundur për shumë familje, edhe njoh shumë veta, për shumë me Flori Mumesi unë e kam komshi. Me shumë këngëtar, për shumë njifem, me shumë futbollistë kam qenë portieri Partizani, për shumë Erjon Bogdani, Erjon Beqa, Enili Shurka, Frim Tolja, Alban Bushi, në Brezim që kam lezur futboll. Që këto janë edhe personazhe të cilët janë. Edhe unë për shumë me të edhe takohem, i njoh, takoj edhe, po që në fotot e mia nëse më lejoni ta shpreh ta gjë për shumë te Gazeta Bluetooth që bëj, që s'kam lënë njëri pa nxjerr. Në fotot e mia nuk ka ku një personazh që të pozoj. Unë i kam gjetur atë atëherë kur kam dashur unë. Dhe kam bërë çfarë kam dashur unë. Sa herë bie telefonin, pa i zotin, për të thënë hajde se ne jemi këtu. Por sinqerisht e dua këtu. Unë për shembull tek Afrodita Dreshaj vajta me telefon te Baroku. Para një muaji në mos gaboj, nuk ka problem. Po, që nxora aperturë edhe më pëlqeu sepse kisha lexuar për të që ishte një femër potente, femër shqiptare që jepte vlerë femrës shqiptare në pasaret e New Yorkut dhe për mua ka shumë rëndësi që ti bëj propagandë njerëzve të cilët atë gjë që unë nuk e them, nuk e bëj dot. Jashtë shtetit, unë kam jetuar jashtë shtetit që në 2001 deri në 2003, nga Greqia deri në Gjermani, Norvegji dhe nuk e shoh Shqipërinë me syrin të një shqiptar për shembull që u bën një rrugë dhe punë e madhe bëri Berisha por e bëri Nano, flas me tim banal. Dhe kur hapja shikoja televizorin që u bën një rrugë, u bën një shkollë, po ta gëzojnë nga burr shqiptarët e bën popullim me bëri. Pse ti xheloz ose e shoh me një sy tjetër. Dhe këta njerëz të cilët japin vlera kombit tim jashtë shtetit, unë i kam për zëmër, nëse mund ta them. Jo, sigurisht, njëri ka një opinion personal për çdo kjo është e vërtetë, nëse unë u shmangem këtyre telefonave, hajde ti se do dalin do bëj çfarë të them. Por është një fenomen që ndodh, nuk mund ta përjashtojmë apo jo. Ky fenomen i telefonatave që bëjnë artistët për të thënë hajde se jam duke kënduar këtu. Unë u prezantova që jam Hamza Atika. Po sigurisht. Dhe bëj atë që dua unë. Nuk e kam personalisht, po them për fenomenin. Ekziston ky fenomen? E konfirmon ti si ekziston ky fenomen dhe po shikoj shumë gazeta, për shembull X këngëtar në New York. Ai ka pozuar del, ose tre. Qose unë jam i zotit si fotograf dhe e di për shembull që ke restoran Krokodil të takohen, dy pojtë kam dhe unë kam lek, kam pasaport, kam biletën e shkoj dhe e gjej. Dhe i dal para prit, kjo është aftësia ime. Po jo tash fotografon për shembull, më shembull nuk s'du më përmendem. Ska rëndësi, por flasim për fenomenin. Edhe dalin, domethënë në gazetë fotografitë që unë i kam dërguar vet, o zotëri. Aftësia e gazetës është të paguaj njerëz, të ketë informacion të saktë për shkak se çfarë ka ndodhur dhe çfarë do ndodhi dhe momenti që ajo shkrepja të jetë foto lajm dhe nuk kanë nevojë për koment. Ndërsa kur neve i bëjmë gjëra artificiale se mua kjo s'm pëlqen që do dalim kuptimin se kom. Që ajo gazeta të blihet para se të shihë televizionin pikërisht me cilësinë e fotografisë. Me cilësinë e fotografisë me gjetjen. Jo tash i dërgojnë politikanë të shkrimet vet, është bërë si deklarata për shtyp. Del deklarata për shtyp, çfarë thon politikani del mos e po. Jo mos e po ti ke dalë 23 ka thënë të njëjtën gjë. Kush është e reja që do të thosh ti sot? Sepse votuesi i yt kur ti ke dalë para nuk e thënë që unë do të dalë të them 20 herë të njëjtën gjë. Unë do akuzoj për miliona euro, unë do akuzoj për miliona euro, në fund ato lek miliona euro nuk shkojnë në xhepin e popullit. Ato shkojnë në xhepin tënd, prokuroria nuk vetë njëri në burg, ti vjen mu prapë më kërkon votën, ndërkohë që ti votën një katë, po çfarë kërkon më tepër? Dhe kjo gjë domethënë nuk rregullohet, por koha do ta ratifikojë mendoj. Çdo të kesh fotograf për median, e lëm më njan fotografinë e VIP-ave. E VIP-ave. Qëndrojmë pak e media dhe pas kemi politika për gazetat, nëse flasim për konferencat e shtypit që ftohesh. Pikërisht për këtë. Edhe aty ka detaje që rrështasin. Për shembull, unë më hikum për momentin që zvonc ambasadorja amerikane ku erdhi baronesha Heyman tash i rakpuca. Po në momentin që ne vajtëm me vrap për të kapur sallën për të sas. Edhe për shembull ishte një detaj që duhet ta kapësh. Ose unë për shembull kam kapur ish ambasadorin e OSB-s Robert Bosch duke fjetur gjumë sallë që kam botuar në revistë. Aty flisin parlament korrupsioni e flisin gjumë. Po unë nuk më gjepsen për shembull që të shoh politikanin që unë dua. Unë shoh detajet. Ai flet gjumë sallë. Çdo thot flet gjumë sallë. E jam ambasadori i OSB-s, ti nuk je më Robert Bosch. Ka reagime? Ti përfaqëson kur ti e fakton një gjë të tillë. Si reagon? Unë vë emrin tim, unë nuk e kam shmangur kurrë, kam pasur kur frikë. Dhe madje kam qenë shumë i shqetësuar, edhe në 3 natës ka donaz, më mbi telefonin nuk e mbyll kurrë. Nuk e mbyll kurrë. Edhe kur mbajmë anonime nuk kam frikë fare, e hapi them urdhëra fal. Pse ndodhin edhe kërcënime? Ti je fotograf. Po ndodhin kërcënime. Është e vështirë. Po, është e vështirë, por shumë po them një fakt, fare thjesht, para 2 ditësh përsëri tek kjo del
për jashtë dhe vjen deputeti i Partisë Socialiste Fidel Hygo thotë më fal thotë se ka dalë një foto thotë që po i shkruan një fotografi, një tekst Edi Ramës, si tash zotërisht nuk e kam bërë. Se unë kam dalë para PS-s me banë që thash shqiptarët do shkojnë në Europë dhe ju mos bëni protestë pikërisht ditën e Stalinit siç e bëte para 2 vjetësh. Sepse ardhmë shqiptarëve në Europë nuk është Stalini, që nuk e do as populli vet. Dhe është diktatori më i madh i botës. Dhe nuk e kam bërë, po unë bëra atë foton tjetër, që ka pa 2 deputet PS që shkruanin shoku kryetar. Dhe akoma ajo parti për shembull thot shoku kryetar, vazhdon me sindromën e Sa politik mund bësh ti me fotografinë tënde? Në sensin politik mirëfillt nëpërmjet fotografisë. Po bën politik sepse unë kam kapur gjithë politikanët duke fetur gjumë me sy në momente që ata për shembull nuk kanë dashur kurrë ta shikojnë veten e tyre. Po unë e kam bërë dhe e kam nxjerrë gjithë në gazeta dhe unë s'bëj kompromis. Dhe po ti shohësh, nuk ka dallim ka një feje dhe ide në punën time. Asnjëherë s'ka për pasur, bëjnë ata çfarë duan me mua, unë nuk jam më Hamzaj, sepse unë nuk kam pagëzova, nuk kishin Greqinë ose njëshin që shqiptarë shkonin për i blusë, për i varë së florije, më pagëzohen gjithmonë nuk jam pagëzuar, ose jam martuar për dokumenta, që kam shërbyer gjithë Europën dhe kam vujtur kam qenë me dokumentat huaja. Pse? Sepse një ditë do bëhesh e populli im, dhe unë kisha besim do bë. Dhe për shkak unë jam optimist që zonja Malmström takon zotin Basha dhe thonë që do hapen dhe 2 ministrat e jashtëm sloven dhe italian thonë që të hapen vizat. Domethënë ajo që unë kisha ndëruar u bë. Pse duhet të shitesha? Dhe ku s'kam për të shitur se nuk kam shitur ku kam qenë fëmijë. Që u ballafaqova me një perëndim, me një luks që nuk e kisha, por thoshe një ditë do të bëhet dhe u bë. Dhe ja ku jam. Po të patëm jam krenar sepse nuk kam borxh moral. Nga fusha e politikës me zërin tim të stërmunduar doja të shkoja në një fushë më të butë, siç është fusha e femrës. Të fotografosh femrën. Ju keni qenë edhe jeni fotografi Miss Globe shqiptar. Po unë kam qenë ty ke fotot e fundit, domethënë, por kam një një psikozë brenda vetes time që e parandjej se çfarë do të ndodhi, se çfarë do të bëhet. Për shembull, kur u bë java Fashion Week-ut para 2 vjetësh në Sheraton, unë vajta dhe në stacionin tim që unë punoj, e xhirova, intervistova, e montova dhe nesme më dhanë në televizion, ishte video xhirimi shumë i bukur dhe zonjës Çame, që është kryetare e jurisë edicionit Best Model of the World në 19 vjetët e botës, me 22 edicione. Duket në një moshë madhore. Është 69 vjeçë, dhe shumë e mbajtur si femër. Dhe ajo kudo që vete që ulet me Armani dhe me Versace thotë unë jam shqiptare, ju prezantohem, e ka. Vërtet, nuk e mohon që është nga traktati i Greqisë me Turqinë që shkëmbyen se kisha këtë informacion. Shkëmbyen çamët me turqit, me grekët që ishin në Turqi. Dhe kjo femër thotë që unë jam shqiptare dhe flet shqipen shumë mirë, njësoj sikur neve, që e kam mësuar vet, sepse vajti 5 vjeç në Turqi. Atëherë kjo femër mua, unë jam habitur në fakt. 3 ditë para më thotë lutem si e ke emrin, thotë mirë pasaportën se do vish në Turqi ke best model, thotë si do vi unë më dukte utopik. Por puna ime bëri dhe unë isha mes 50 ministrave të botës, që aty xhirova, fotografova, kisha detën ekskluzive brenda, duke xhiruar backstage që nuk të lejon njëri në gjatë provave. Ndërsa të tjerët, për shembull stacionet e tjera, televizive ose agjencitë e huaja, revistat, si do futeshin në natën finale. Ndërsa unë isha që i shoqëroja pas hapi aty, aftësia, gjuhët e huaja, komunikimi, zonja Çamer. Dhe unë e bëra këtë gjë. Dhe asia ime ishte kjo gjë që unë Best Model of the World të vitit 2008 i thash you are the winner para kamerave. Dhe Miss Franca si bëra një fotografi shumë bukur, të cilën ajo zmadhoi tha nuk më ka bërë një si kjo foto dhe ajo fitoi Best Photoshop. Dhe unë të foto i kam thënë, nëse ju do fitoni, unë kërkoj tash një fotografi me juve në skenë, sepse unë ju kam promovuar, ju kam dhënë kurajo, ju kam thënë që ju do të fitoni. Pikërisht ato çmime që unë i thash, ato ju ndronin dhe u realizuan. Dhe kjo fotografi për mua është domethënëse, ndërsa tash tek Miss Globe që bëra foto me Miss Rusin, sa futa që pa gjithë femrat, thash kjo është vajza më perfekte. Dhe me si e shef syri i fotografit një mis? Ku qëndron dallimi nga syri që shef një juri? Po, fotografi ka këtë gjë. Fotografi nuk shikon atë që shikon gjithë tjerët. Ai shikon bebën e syrit, sepse edhe para fotografi ka një pikë të kuqe që duhet të bësh fokusin. Po. Dhe pikë e kuqe është ajo që unë dua të kap. Çfarë do ti të marrësh nga kjo pikërisht nga kjo bebja e syrit të misit? Po unë shoh falsitetin, sepse njeriu kur bën një fotografi, unë e vëre për shkak me fushatat heterore që kanë bërë disa fushata. Po, dhe një faktri. Njerëzit që janë bravo aktrimi, shumë fjalë goditur. Unë shoh njerëz të cilët më janë neverosa. Sepse njerëz unë njihse për shumë serioz në momentin që janë para një politikani. Dhe maska e tyre për para objektivit tonë. Në këtë moment ata më neveritën.
Edhe është fotografia ajo që i zbras njerëzit nga falsiteti. E ke shprehur disa herë tani dhe më pëlqen në fakt që të shpresh opinionin kaq qartë dhe lirë si ty. Sa ndikon të vetë ndjerit, pra opinioni personal që ke ti, kundrejt të personazhit që do fotografosh. Në momentin që ti do ta fotografosh, ka në një moment psikologjik që thua unë këtë kam për shkak vdekje, nuk dua. Psikologjia është baza e njeriu, gjithçka në jetë është psikologjike. Unë jam i detyruar të punoj kur shkoj për shkak i pajtuar nga një parti politike, nga një ministër ose nga një deputet që thotë do vish do fotografosh, se unë bëj 3 në 1, kuptimi që unë shkoj vetë tekstin, e xhiroj, bëj montazhin, unë inaugurua rruga me këtë, bëj fotografit, dhe jam i detyruar nëse unë jam i lirshëm që kam i vajtur disa media që nuk varen nga i person, se ka një besë dhe një moral, një kod etike, unë bëj atë që kam dashur dhe gjithmonë kam nxjerr ato që mua më kanë pëlqyer. Po mos kjo që ke dashur mos i ka kaluar edhe kufit e sensit të masës e kam fjalën. Nuk më intereson fare. Po sensi i masës? Nuk më intereson fare. Shikon, në momentin që ti je ministër, je deputet, je artist dhe VIP dhe njerëzit ty të shikojnë vetvetes. Nuk i takon më vetvetes, sepse ty atë pëlqen që njerëzit të shkruajnë në gazetë, atë pëlqen që njerëzit të marrin autografe. Në për dasmë, për shkak që unë lëvën për sa diume i puhin po qafojnë. Po ti kur je një njerëz që ke minuset e tua, ke gjërat, edhe unë kam turme të thënë ty, po pse të them? Megjithatë unë kam idenë që abuzohet. Por kjo është një mendim personal i imi. Jo, kam idenë që abuzohet edhe goxha edhe me fotografinë dhe me fotografe, por këto nuk e kam personalisht me juve sepse unë nuk kam parë akoma punë, domethënë çka pam këtu tani live dhe nuk e di. Sa abuzohet? Me aq informacion sa ke ti. Shiko, unë për veten time nuk kam bërë pazar në profesionin. Po themi abuzohet nga krau këngëtarëve, por edhe nga krau i... Shiko, ato i gjërat janë të këtilla, për shembull. Nëse unë kam bërë një fotografi pa dashje që ka qenë në sfond, se ka qenë dikush që nuk i ka levërdisur, dhe unë kam bërë pazar me të njëri, natyrisht që unë nuk mund t'ia them njeriu tjetër dhe nuk merret vesh. A kupton? Sepse është logjike, nëse unë tash kam xhiruar ose kam bërë diçka të cilën dikujt nuk i ka konvenuar. Dhe unë tash kam bërë marrëveshje gentlemanësh me këtë person. Natyrisht që unë nuk kam pse t'i them njeriu se mbetet between, mbetet dyve. Atëherë këto gjëra nuk janë kështu, por po të shikosh se gjërat kanë gjithmonë çmim. Po shikosh fotografët shqiptar. Fotografët shqiptar për shembull nuk është se kanë motorën e tyre, nuk është se kanë makinën e tyre, se kanë studion e tyre, se kanë 2-3 informatorë që do të thotë më gjimo këtë person se më duhet mua. Person ta kap. Dhe ai person është i punësuar dhe bën këtë punë, dhe si pavarur ka faqen e vet zyrtare, ka kodin moral të etikës, është person juridik i regjistruar në gjykatë dhe bën profesionin e vet në mënyrë ligjore dhe profesionale. Por si ndodh tashti që abuzohet dhe sa abuzohet janë gjëra që i kanë njerëzit ndërmjet tyre dhe unë nuk është se kam informacion për shkakun që ta them. Sa biznesi mirë është të fotografosh. Po jo them këtë gjë. Për shembull, unë dalë në përdasme, në për familje shqiptare. Në dasmë e fundit ishte një familje shqiptare që duheshin shumë, kishin edhe një djalë, por mundësi ekonomike, djali emigrant, u martuan me fëmijë 2 vjeç. Dhe unë kur i dhash fotografit, dhe kur i dhash dasmën, pavarësisht se unë marr lekët, shpërblen për punë aq sa dua unë. Po mua më dhimbsen, sepse unë kam punuar, kam marrë buk 2 ditë të në atë familje. Shqiptarët tash kanë erë që vellat e zeza. Po ndrojnë femrat nga 2-3 fustane, po lyen, po zbukurohen, gjithë makina, gjithë ky luks. Edhe mua më dhimbsen fotografitë që jap njerëzve, pavarësisht se unë marr lekë, unë më dhimbsen. Është shumë kënaqësi të fotografosh njerëzit. Duket si kur është një gjë personale sa të takon vetëm ty edhe pse fotografinë e ke bërë me porosi. Po, sepse ata gjithçka harrohet. Dhe ajo që mbetet është fotografia. Gjithçka harrohet, çka kanë ngrënë, çka kanë pirë, çka kanë shpenzuar harrohet. Po mbetet fotografia, mbetet kujtimi i përjetshëm, sepse ata nuk mund të kthehen më të jenë më prapë të rinj. Nuk mund të hedhin më vellën mbi kokë. Nuk do veshin me djalë kollane. Dhe është kënaqësi që nuk ta jep. Përsëritet 2 herë. Unë do të bëja një pyetje edhe pse mund të jetë vështirë për të përgjigjur. Si është më bukur të fotografosh vajzat modele, të fotografosh politikanët, apo të bësh foto në natyrë? Tashti, këto janë barabartë, po të gjitha kryejnë nga një funksion. Unë do të thosha që varet se kë politikan, varet se kë femër dhe varet se ç'peizazh. Le të marrim 3 majat e këtyre. Pra politikanë më të mirë, femrën më të mirë dhe peizazhin më të bukur. Nëse do të kisha ato 3 do ta bëja zgjidhjen nga impulsi që do më jepte shpirti. Nëse do të kisha ato 3 barabartë. Do pare nga momenti që Jo, impulsi. Për shembull po e them një diçka. Nëse keni parasysh një fotograf gjerman që edhe para 2 vjetësh ke projekti 5.6 u bë buje e madhe, një fotografi rrugës që shëtiste gjithë Europën, që hapur shumë ekspozita. Unë isha inferior sepse thash, unë sapo kam filluar dhe të dal ta shoh.
Ishim shumë fotograf, bëm fotografit, po ai mori fotografit e mia. Dhe unë për shembull mora një çmim, unë testova veten time, sepse lufta fillon me veten tënde, me kolegët, pastaj del në treg. Dhe unë për shembull betejën e kisha me veten time, thash unë do shkoj te kolegët e mi, thash do nxjerr aparatin, do bëj një fotografi të ambientit, do shoh çfarë bën ky njeri. Foto që unë i bëra aty detajet, në fund fare thash mund të shikosh foto, mund t'i marr tha? Po, sa le kushtojnë, ose po ti fali thash. E mora në intervistë, nxjerrën në televizor, i pëlqeu puna se normali i vidazh dhe DVD-n. Tha, shumë punë e bukur, tha, po pse ta e bën tha kaq të bukur? Nuk e di. Pse bën kaq të bukur? Pra për ty është më mirë kur vlerësohet puna juaj dhe nuk ka rëndësi nëse është politikan, modele apo Jo, unë madje me politikanët kam marrëdhënie të mira kuptimin sepse ata janë njerëz dhe kanë nevojë nëpër konferenca, nëpër inaugurime, takime që i jep 5 fotografi për shembull, ai ka kënaqësi, ai ka arkivin e vet personale që tashmë imazhi ka filluar të kurohet bindshëm dhe për politikanët në sezonin e tyre të parazgjedhor, domethënë kemi parë. Ka fushata në heshtje, janë gjithë deklarata që janë boshe. Çdo paraqitje tashmë mbas kaq vitesh para ekranit edhe përpara objektivit fotografisë është gjithmonë më e kuruar edhe për politikanë, jo vetëm për këngëtarët që kanë gati 10 vjet që e bëjnë këtë gjë. Juve keni fotografuar pothuajse gjithë të tjerët. Po juve ju kanë fotografuar ndonjëherë? Unë kam shumë pak fotografi që më kanë bërë të tjerët. Një fotografi për shembull magjike është në fakultet duke gjuhë e huaja që dikush, një shoqja ime domethënë më bëri një foto duke shpjeguar mësimin dhe për mua unë kam kujtim më të bukur se e kam pasur ëndër që duke qenë emigrant që ka jashtë shtetit dhe nuk u bë ato student i ditës, fakultetin e gjuhës të huaja që unë kam folur disa gjuhë, kam qenë jashtë shtetit dhe të paktën unë koncentrova disi. Këtë e quajt bukur, ndërsa një foto tjetër është që unë kam qenë gjimnast në rinin time, jam marrë me sport, edhe në Himar vjet për pushime, po pushim bashkë me një djalë shqiptar nga Australia, i cili më thotë që jo gjimnaste, jo karate, jo kështu dhe unë bëj një kur kam kamë. Ja se e shohun më mua që t'ia tregojmë publikut gjëra. Edhe dikush më shkep të fotografimin duke bërë vertikalen me një dorë. Më ishte 42 vjeç bërë vertikalen 3 natës me një dorë. Më thënë çdo kush do kishte një foto kujtimi, ndërsa mua ma ka shep dikush pa dashje. Unë e quaj kujtimin më të bukur. Është vërtet një foto që edhe vetë brenda saj ka ata artin e të qenurit në një moment instikti, në një moment që flet trupi dhe flet forca fizike dhe jo mendja, domethënë siç po bëjmë ne tani. Shumë e bukur vërtet. Kishim kënaqësi të madhe zoti Hamza që të kishim në studio, nuk e di nëse ke diçka të fundit për të shtuar ose diçka, një mesazh, diçka që mund të thuash edhe mbi fotografinë dhe mbi fotografët e rinj, sepse tashmë kemi filluar të ndërtojmë një shkollë, kam idenun, edhe pse një shkollë e cila po vjen instinktivisht në Shqipëri. Gjithë Shqipëria është në tranzicion dhe metrat e profesioneve po vendosen kudo. Edhe fotografët, gazetarët janë duke vënë po vendin e tyre, sepse kjo keq interpretohet në Shqipëri. Gazetari bën shkollën edhe për fotograf, edhe për kameraman, madje masteri është dhe për avit likuitin për profesionin e montazhierit. Por në Shqipëri është keq kuptuar që gazetari është një femër që është çike e bukur që mban mikrofonin, kameramani është ideal i fuqishëm që duhet të vrapoj. Dhe fotografi është një njerëz që fotograf, por nuk janë kështu. Gjërat dhe shoqëria të shti, po kërkon profesionistin. Dhe mund mendoj se si shumë godina të bukura, si shumë institucione, si shumë makina të bukura që po dalin në rrugë, do të shoqërojnë edhe profesionistët veten e tyre do bëjnë edhe ata ikona të cilat do jenë pastaj edhe frymëzim për të tjerë, pastaj se do pyesin, ky është filani që ka bërë sepse unë sado mund të flas. Çdo gjë do marr formën e vet. Po gjërat janë në Google, janë në internet, kliko, shiko, duket puna, ti ndash fol, ndash mos fol, ato janë të evidentuar tashmë. Ne ju falenderojmë që ju kishim. Faleminderit juve të shkuara. Të nderuar miqë, kemi mbyllur këtu këtë intervistë me zotin Hamza Hatika, një fotograf i cili nuk ka fotografuar vetëm në formë paparacistike, por ka fotografuar edhe në formë artistike. Do të rikthehemi sërish në studio me të tjerë të intervistuar.